Përshëndetje miq të respektuar. Si që jeni dëshmitar edhe jo, kohëve të fundit jam fokusuar kryesisht në shpjegimin e disa temave që ndërlidhen direkt apo indirekt me politikën amerikane. Natyrisht duke mos lënë anash edhe tema të rrafshave të tjera, të regioneve të tjera si lindja e mesme, Turqia, Ballkani dhe të ngjashme, duke mos lënë anash këto, fokusimi im mbi temat rreth politikave amerikane bëhet jo rastësisht. Dhe atë për dy shkaqe. I pari ka të bëjë me faktin se ardhja e Donald Trump në shtëpinë e Bardhë, me sa po shihet, do të shkoj drejt rënimit të çdo gjëje që është ndërtuar në arenën ndërkombëtare, në marrëdhënia ndërkombëtare deri në ditën kur ai vije në shtëpinë e Bardhë. Më saktësisht, derisa është ulur në koltukun e zyrës ovale. Donald Trump, siç kam potencuar më shumë se njëherë, nuk po nje as aleanca, as marrëveshje, as marrëdhënie, as shtete, as vende aleate me të cilat ka ndërtuar raporte dhe në bazë të cilave Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur në këtë fuqi që janë sot. Donald Trump po thot se, siç tha ditën e hënë, nga sot po fillon një histori e re për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po fillon epoka e artë e Amerikës, siç e quajti ai. Duke i njohur këto tema, ne natyrisht nëpërmes labirintheve të shpjegimit të këtyre temave, ne do të kuptojmë se çfarë mund të ndodh edhe me neve nesër. Dhe arsyeja e dytë është, teksa po përmendi shpesh në shkrime dhe në video fakte dhe momente paralajmëruese, direkt apo tërthoraze, përveç informimit tuaj dhe ndarjes me ju të këtyre njohurive dhe të këtyre që po ndodhin në botë dhe të cilat po i shoh, po i kuptoj dhe po dua t'i ndaj me ju, nëpërmes paralajmërimeve direkte dhe indirekte, unë nisur nga ndjenjat e mia ose përgjegjësia e ime morale dhe intelektuale, dua t'i bëj me dije institucionet relevante, qeverit tona, në rastin konkret, qeverin e Kosovës, në lidhje me atë që po ndodh dhe që mund të ndodh edhe në raport me Kosovën dhe me shqiptarët në përgjithësi. Për këtë arsye, jo rastësisht sot ju bëra me dije për atë që ndodhi me Sudanin Jugor. Dikush mund të thotë se çfarë na lidh neve me Sudanin Jugor dhe çfarë ndërlidhet me temën për cilën po flas. Ndërlidhet shumë. Sudani Jugor, shikuar nga perspektiva e arritjes deri në pavarësi, është thuajse kopje e rastit të Kosovës. Sudani Jugor ka qenë pjesë e Sudanit, ku jugu dhe veriu kanë pas probleme siç kanë pas shqiptarët dhe kombet e tjera, serbët më saktësisht në ish Jugosllavi. Sudani Jugor me shumicë është i krishter, ndërsa ajo pjesa tjetër e Sudanit me shumicë absolute janë musliman. Sudani Jugor është pjesa më e pasur e asaj tërësie të dikurshme të Sudanit, me xehe, me minerale, me krom, me hekur, me qelik, me bakur, pastaj me ujë, me hidrocentrale, me tokë të pjellshme,
Megjithatë ka qenë pjesa më e varfër dhe e sakatosur e Sudanit si tërsi. Njëjtë kështu si pasuritë të cilat i posedon nën toka e Kosovës. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato të cilat e kanë mbështetur, ndihmuar, trajnuar dhe ndajtur pas Sudanit Jugor, së bashku me Izraelin, Shtetet e Bashkuara, sidomos të dy shtete, deri në arritjen e pavarësisë dhe ndarjes nga Sudani si tërsi. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli, disa vende të fuqishme perëndimore, të cilat kanë ndihmuar Kosovën drejt pavarësisë dhe e ndihmojnë edhe pas pavarësisë, ngjitas edhe me disa vende muslimane, të cilat e kanë mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe ndihmuar edhe pas pavarësisë, të njëjtat këto shtete, thuajse të gjitha, të njëjta e kanë mbështetur dhe ndihmuar Sudanin që në vitin 2011 të ndahet nga Sudani dhe të shpall pavarësinë. Ky Sudan Jugor, në ditën që e shpall pavarësinë, njihet nga 25 shtete të botës, kryesisht perëndimore, dhe në 6 muaj të parë njihet nga edhe 96 shtete si tërsi. Sudani Jugor sot ka raporte apo marrëdhënie diplomatike me rrafsh 112 shtete të botës, arabe, muslimane, evropiane, aziatike, Gjermani, Itali, SBA, Britani, Egjipt, Arabi Saudite, Maroko, vende afrikane, Andejka, Azia, Indonezia, Malezia, pra. Thuajse të njëjtat shtete që e ka njohur Kosovën, e ka njohur edhe Sudanin Jugor. Por, i pasur, thash, me ujë, me hidrocentrale, me pozitë strategjike, i vetmi shtet në atë rajon që nuk ka dalje në detin e Kuq, kufijtë e Sudanit Jugor nuk puqen me cepat ose me brigjet e detit të Kuq, aty ku është ajo gryka nga ku kalojnë afër 20% të transaksioneve apo ekonomisë botnore, që është vendi ku aty mund të shpërthej lufta botërore, ku është Gjibuti aty, është Somalia, Somalilandi, pastaj është Eritrea. Pra, ky Sudan Jugor, i ndihmuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot tronditet me një lajm i dal nga goja e Marco Rubio, nga State Departmenti Amerikan, se Amerika nuk njeh ose hek vizat për qytetarët e Kosovës. Ky Sudan Jugor, i krijuar në rrethana kaq të vështira, që ishte zhvilluar një luftë për dekada në Sudan, dhe Sudani nuk pranonte asesi ndarjen e jugut të vet dhe të shpallet shteti pavarur, i ndihmuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky Sudan sot qitet në pasiv dhe i ndalen vizat për qytetarët e saj që të udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe bihet vendimi i dëbimit të qytetarëve të Sudanit Jugor që kanë qëndruar në vitet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, një vendim bombastik për Sudanin Jugor dhe në të njëjtën kohë një përhapje e një lajmi paralajmërues i Washingtonit zyrtar se një gjë e tillë mund të ndodhë edhe me vende tjera, se mund t'i marrin në shqyrtim raportet e Amerikës me vendet e tjera të cilat ka pas raportet të deritanishme. Dhe në të njëjtën kohë, njëjtë sikur ndodhi ajo ngjarja, ai debati i papar në marrëdhënie ndërkombëtare, kur Zelenski ishte në zyrën ovale dhe si bisedonin me te,
Njëjt edhe ky rast pra, si i tanishmi i Sudanit Jugor ishte një paralajmërim për lider botnor se nëse nuk pranojnë komunikimin që e imponon Shtëpia e Bardhë, zyra ovale, nëse nuk rrinë në vijen e interesave direkte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mund të ndodhë me ta, siç ndodhi me Zelenskin dhe siç po ndodh tani me Sudanin Jugor. Andaj e pash të arsyeshme që unë ta bëj këtë temë sante dhe ta ndaj me ju. Megjithatë, për ta po e shfrytëzoj rastin këto, që të përmendit disa momente, disa ngjarje nga përvoja e ime, të cilat ngjarje dhe informacione ma mërmenja se mund të hedhin dritë edhe më shumë në atë që unë po them disa herë se këto të cilat i ndaj me ju, këto informacione të cilat u jap nëpërmes videove dhe shkrimeve, nuk janë informacione të ad hoc të marrura aty për aty në media, apo pas leximit të ndonjë analize, apo pas kontaktit me dikë të rëndësishëm, apo pas leximit të ndonjë libri. Jo, janë me gjithë këto të cilat i përmendura, janë një ngjizje e njohurive të mia të cilat i kam fituar përgjatë përvojës sime. Dhe ku niset ajo përvojë e imja? Për njohjen e këtyre raporteve, e këtyre ngjarjeve, e këtyre konstelacioneve në marrëdhënien ndërkombëtare, po e shpjegoj në pak minuta, duke kërkuar nga jo mirë kuptimin tuaj dhe që unë të mos prezantohem këto tani se kinse po dua ta përshkruaj përvojën time apo ta glorifikoj atë sa për reklamacion. Në fakt, në një video të ardhshme, apo në 2 apo 3 video të ardhshme, si kur edhe në shkrime, unë do të flasë në mënyrë eksplicite, me data, me emna, me mbiemna, me ngjarje, nga ato të cilat i kam kaluar përgjatë viteve të mia të kaluara, udhëtimeve të mia, takimeve të mia me njerëz, vendimarrës të niveleve më të larta të shteteve të ndryshme dhe të ngjashme konferenca biseda e debate. Kjo përvojë, në të cilën po thirrem dhe po përmendi, fillon do si do, gjatë kohës sime kur kam qenë student në Egjipt, ku për 3 vite radhazi si kryetar i Unionit të studentëve jugoslav, kam pas rastin nëpërmes kontakteve me kryetarë të unioneve të shteteve të ndryshme, a në Egjipt, atë botë, Egjipti ka qenë një gur, apo një burim diturish në Egjipt, për shkak edhe të pozicionit të vetë, po flas për vitet e 80-ta, 90-ta, për shkak të pozicionit të vetë në marrëdhënie ndërkombëtare, Egjipti ka qenë një vend shumë joshës për shumë shtete të botës, edhe evropiane që të studiohet atje. Atë botë kanë qenë 112 shtete, të cilat kanë pas student dhe unione studentësh. Si kryetari i unionit, kontakte me njerëz, fillon një përvojë e imja, bri përvojës sime në rrafshin studimore. Më pastaj, në Turqi, ku po gjindesha për shkak të studimeve postdiplomike, krahas këtyre studimeve akademike, kam kryer detyra të ndryshme të cilat më janë ngarkuar nga njerëz përkatës, njerëz me përgjegjësi në politikën kosovare. Takimet të cilat i kam zhvilluar të niveleve të ndryshme, qoftë politike, qoftë ushtarake, qoftë kulturore, arsimore, shkencore, tek mua kanë mbjell fara të njohurive dhe përvojave të cilat më pastaj më janë nevojit edhe
përgjatë qëndrimit tim 10 vjeçar në Dubai. Në Dubai pastaj shkoj nga Turqia, ku jetoj mes viteve 2000 dhe 2010. Plot 10 vjet. Kisha shkuar nga Turqia atje për tu emëruar me njëherë drejtor i departamentit për marrëdhënie me jashtë në qendrën kulturore Juma El Majid for Culture and Heritage. Qendra Juma El Majid për kulturë dhe thesar. Pastaj, një përvojë tjetër, si shef i departamentit për verifikimin e botimeve dhe revistave pranë Ministrisë së Vakfit. Një detyrë me një përgjegjësi shumë të madhe, ndoshta i çuditur atëherë si më është besuar ajo pozitë, dhe e cila kishte të bënte me leximin, verifikimin, kontrollimin e të gjitha librave, revistave dhe gazetave që vinin nëpërmes rrugëve zyrtare në Emirate. Departamenti jon, njerëzit të cilët i udhëheqja, i lexonin ato, disa nga ato edhe une, më pastaj bazuar në raportet që dilnin, të cilët unë i nënshkruaja dhe i dorëzoja tek organet përkatëse, vendosej nëse ndonjë libër apo revist apo gazet mund të hyjë dhe të shitet apo shpërndahet në Emirate. Nëse binte ndesh me politikën shtetërore të Emirateve, natyrisht se nënshkruaja për jo, e nëse jo, ajo e kalonte provimin. Më pastaj emërohem si kryetar si përfaqësues i odës ekonomike të Kosovës në Emirate, me përfaqësi në Dubai. Ishte kjo kohë kur Kosova nuk kishte të drejtë të hapte përfaqësitë e veta diplomatike jashtë, por i shfrytëzonte emrin dhe odën ekonomike të Kosovës për hapjen e ndonjë përfaqësie. Unë miku nuk lejonte. Kosova i hap në për disa vende të botës, një prej tyre edhe në Dubai, ku unë emërohem pastaj edhe përfaqësues i asaj zyre apo drejtor i asaj zyre. Duke kaluar më tutje me një përvojë plus si udhëheqës i agjencisë për investime nga jashtë, agjenci e cila ishte nën patronazhin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pranë qeverisë së Kosovës, e nga viti 2006 deri në vitin 2008 edhe si përfaqësues diplomatik i Kosovës në Emiratet e Bashkuara Arabe, më saktësisht në Dubai. Gjatë kësaj kohe, natyrisht, duke u bazuar shumë më shumë në përvojën time personale, duke u bazuar dhe nisur nga vullneti im, nga ndjenja e një përgjegjësie morale, intelektuale, patriotike për vendin tim, e më pastaj herë edhe si i thirrur në këto pozita apo emrime, kam zhvilluar takime të shumta me nivele ministrore, me kryeministra, me president të afër apo më shumë se 30 shteteve, qoftë duke udhëtuar në për ato shtete, duke mu aranjuar takimet nga miqët tanë në Emirate apo Amerikan, qoftë kur ata vizitonin Emiratet e Bashkuara Arabe, më aranjoheshin takime në ambiente të caktuara për të biseduar, ku dhe prezentoja çështjen e Kosovës, vazhdimisht nevojat e Kosovës si para, si pas pavarësisë. Pas pavarësisë, natyrisht, i nxitur gjithnjë nga vullneti im personal, jo si njeri zyrtar, kam udhëtuar vazhdimisht dhe kam kontaktuar njerëz e kryeqytete e shtete ku kërkoja natyrisht gjithnjë me mbështetjen emiratase dhe amerikane, aranjime dhe takime duke kërkuar njohjen e Kosovës, që falë Zotit disa nga ato njohje, qoftë edhe nëse janë shumë pak, janë rezultat i atyre angazhimeve. Të gjitha këto që po i përmendi, natyrisht, sot, teksa i shpjegoj temat, teksa i shpjegoj problemet e marrëdhënieve ndërkombëtare,
më ndihmojnë që përveç që të jam i kujdesshëm në atë që e them dhe e shkruaj, më ndihmojnë edhe duke u shërbyer apo duke qenë këto përvoja, këto takime, këto njohuri, si një kandel, si një dritë për t'i ndriçuar të tanishmet, për t'i kuptuar më lehtë, për t'i shpjeguar dhe trajtuar më lehtë dhe më drejt dhe në mënyrë më objektive para juve këto dhe institucioneve të Kosovës tërthorazi, në mënyrë që atë që e them vazhdimisht të jetë në vijen e dobisë së përgjithshme dhe të një objektiviteti absolut të asaj që e them, pa marrë parasysh se disave mund të ju pëlqej apo mund të mos ju pëlqej. Gjatë gjithë kësaj kohe, miq të respektuar, edhe këtë dua ta potencoj, dhe mbase është më e rëndësishmja, gjatë gjithë kësaj kohe, për gjatë tyre 20 viteve të mia në Turqi, dikur në Egjipt, po atëherë ishte ish Jugoslavia, në Turqi, siç kam informuar në mënyrë të rregullt, njerëzit me të cilët ose të cilët më e rekomandonin që me ta të kontaktoj, kryesisht me ata të cilët po përgatiteshin për luftën e ardhshme, luftën e UÇK-s, siç i kam informuar këtë në mënyrë zyrtare të them, nëpërmes emailave, telefonatave, nëpërmes ardhjes sime këto, pritjeve që më bëheshin, nëpërmes takimeve në Turqi apo në ndonjë vend të shtetit të Evropës, njëjtë kështu, e sidomos dhe në sasi shumë më të madhe, më të angazhuar, më të ngjeshur, ishin informimet edhe gjatë kohës sime sa isha në Emiratet e Bashkuara Arabe. Nuk ka asnjë gjë dhe asnjë rast që duhej ta dinte qeveria e Kosovës, presidenca e Kosovës, që unë nuk e informoja. Nëpërmes emailave, apo detyrosha të udhëtoja deri në Kosovë, apo ndonjë takim diku jashtë, apo dërgonin njerëz e tyre në Emirate për të informuar dhe folur për çështjen për cilën ishte çështje trajtimi apo që duhej të flitej. Gjatë kësaj kohe natyrisht jam pritur edhe nga presidenti i Kosovës, profesor doktor Fatmir Sejdiu, nga kryeministrat e Kosovës, Hashim Thaçi, Agim Qeko, pastaj Ramush Haradinaj më parë, pastaj ky profesori ishte kryeministër pas shkuarjes së Ramush Haradinajt në Hag dhe kohëve të fundit edhe pritje tek kryeministri i Kosovës. Këto të cilat janë bërë, takime, aranjime, njohje, përgatitje të udhëtimeve, të takimeve, në rrafshe politike, diplomatike, besa dhe kulturore, filmi Adem Jasharit, aranjimet e takimit të parë, me antarin e përhershëm të Këshillit të Sigurimit që ishte Katari dhe të ngjashëm, i kam bërë kryesisht i nisur, po e përsëriti ndoshta për të dytën herë apo tretën, i nisur nga vullneti im personal. Përndryshe, çfarë do emrimi që më është bërë në Emirate apo në Turqi, unë kur asnjëherë me asnjë cent nuk jam paguar. Nuk jam paguar as si i emëruar e aq më pak për gjatë udhëtimeve të mia, kontakteve të mia, bisedave të mia, shtrimit të debateve të mia, udhëtimeve të mia në përbot për Kosovën që ishin bajagit të kushtueshme, bajagit të shtrajta, si në para, si në kohë, si në mund, kur asnjë cent mua nuk më është paguar. A janë nda ato para, a janë dërguar dikon, a janë ndal dikon, unë nuk e di, por unë personalisht deklaroj me përgjegjësinë më të madhe se kur asnjë cent qeveria e Kosovës, oda ekonomike e Kosovës, Ministria e Tregtisë mua nuk më ka paguar asnjëherë. Prandaj të gjitha këto që i kam bërë
me vullnetin e mirë. Njëjtë siç i bëj edhe sot. Për t'i trajtuar tema që do trajtuar dhe për të ndarë me ju atë që mua Allahu më ka dhënë si njohuri dhe të cilën e kam fituar nga përvoja e kaluar. Përse i përmenda këto? Përse po i përmendi këto dhe përse i kam dorëzuar edhe kryeministrit Kurti dosjen e aktiviteteve të mia të bëra gjatë viteve të mia në Dubai dhe si dosje ja kam vënë mbi tavolinë. Përse? E para është fakti se mu pat krijuar përshtypja se ky rrugtim i imi dhe ky kontribut i imi, megjithëse që vazhdimisht duke informuar Kosovën, shtetin e Kosovës, institucionet, jo vetëm politike, por edhe të sigurisë, edhe ato të niveleve akademike, varësisht prej temës që ka qenë, më është krijuar një përshtypje se të gjitha këto letërkombime, të gjitha këto emrime, të gjitha këto gjëra sikur nuk janë regjistruar dhe protokolluar në zyret përkatëse të qeverisë së Kosovës dhe të shtetit të Kosovës. Imagjinoni, përderisa isha pjesë e Kosova Postit, mediumit kosovar, Kosova Post, një gazetare tonën e pata dërguar që ta intervistoj kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës dhe i pata thënë që shtreja përveç pyetjeve të tjera, çfarë është raporti midis Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kosovës, Odës Ekonomike të Dubajit, Emirateve dhe Odës Ekonomike të Kosovës. Dhe kur është qel zyrja e parë e Odës Ekonomike të Kosovës në Emiratet e Bashkuara Arabe. Mund të mos besoni apo të befasoni se kryetari Rukiqi i thot se Kosova nuk ka pas asnjëherë zyre në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe se i thot pastaj jemi duke u munduar të krijojmë kështu e andej, thua se nuk është punuar asgjë për gjatë asaj kohe sa kam qenë në Emirate. Duke mos e ditur ai zotri, ai kryetar, ndoshta pa fajin e tij, ndoshta askund nuk është e regjistruar, megjithëse Safet Gërxhaliu atë botë ka qenë sekretar i Odës Ekonomike të Kosovës dhe kontaktet kanë qenë edhe direkt me te, edhe direkt me kryetarin atëhershëm të Odës Ekonomike të Kosovës, duhet të jenë shkruar dhe evidencuar, regjistruar, protokolluar ato punë dhe ato letra që janë shkëmbyer. Zotri Rukiqi, ndoshta pa fajin e tij, nuk e dinte se Oda Ekonomike e Kosovës ka pas zyre të vetën në Emirate. Përtej kësaj, Bashkësia Islame e Kosovës, Biblioteka e Kosovës, si quhet tani, pastaj Ministria e Mbrojtjes, pastaj institucionet tjera, pastaj këto, asnjëherë nuk kam has të dëgjoj nga ndonjë zyrtar i Kosovës në ndonjë shkrim apo intervistë apo bisedë publike të përmend të arriturat e Kosovës apo punë të cilat ndonjë nga punët të cilat unë i kam bërë. Oda Ekonomike e Kosovës nuk e dinte se bilanci tregtar midis Kosovës dhe Emirateve, derisa unë isha në Dubai, pati arritur në 10 miliona dollar. Një punë, një rezultat i përpjekjeve tona, lirisht të them gjigante, shumë të mundimshme për t'ju ofruar afaristëve kosovar, politikës kosovare, njerëzve të Kosovës mundësi që të vinë në Dubai dhe të zhvillojnë tregti, të blejnë e të shesin ndonjëherë. Mbase,
unë personalisht jam ai I cili kam aranxhuar, më falni që po flas kësaj radhe me unë kam aranxhuar takime deri në nivele kryeministra, e zavendës kryeministra, me të njëjtet në Emirate, me të shteteve të tjera në Emirate, dhe pata arrit që të aranxhoj edhe takim të një zëvendës kryeministri të Kosovës, mbase edhe me sekretaren e shtetit të Amerikës, zonjën Condoleezza Rice, përveç Tajvanit dhe të ngjashme. Asnjë nga këto botërisht nuk përmenden. Andaj e pata ndje si të domosdoshme që të ja prezentoj kryeministrit Kurti dosjen e kaluar, mendoj se ka qenë mbi 30 faqe të takimeve, të bisedave, të kontakteve, të arriturave, të sfidave që janë bërë dhe I kam bërë e I kam përjetuar, për ta bërë me dije se Kosova me këto shtete ka arritur deri diku. Që të mos bëhet marri së paku me Tajvanin, të niset nga zero, kur raportet e Tajvanit me Kosovën I pata quar deri në atë pikë sa Tajvani pati shprehur gatishmërinë që ti hap fabrikat e veta këtu, duke I tërhequr nga Çekia në 5500 punëtor që do të punësoheshin në ato fabrika. Duke dash t'i bëj me dije edhe kryeministrin Kurti se janë zhvilluar takime edhe me ministër të jashtëm, edhe të financave, edhe me kryeministrin e Tajvanit, dhe Tajvani është në dieni mbi të arriturat dhe vështërsitë e Kosovës. Mbase, mendoja ti tregoja edhe ato që mua tajvanezët më kanë thënë në Tajvan se kujt I kanë dërguar ndihma në miliona dollar pas pavarësisë së Kosovës, cilit institucion. Gjithsesi, këto, pasi ja shpjegoj kryeministrit Kurti, më udhëzon që të shkoj në ministrinë e jashtme, për t'ja dorëzuar dikujt atje dosjen të cilën e kisha me vete. Më aranxhohet takimi me Kreshnik Ahmetin, më duket, nëse nuk gaboj në emën, është zavendës ministër I jashtëm, I ja jap dosjen atij në mënyrë që të shihet ajo dhe të vlerësohet. Jo për ndonjë privilegj, për ndonjë beneficion në asnjë mënyrë, por që ta informoj edhe këtë qeveri dhe ta hjeku gajlen time apo dertin tim se a thua a janë të regjistruara ato që janë bërë apo nuk janë të regjistruara. Për fat të keq, edhe kjo qeveri, pra edhe Kreshnik Ahmeti, zotëri Kreshnik Ahmeti, si të tjerët para ti, fetimi apo Muharremi apo zyrtar të tjerë në sekretarin e kryeministrisë, mua kur më asnjëherë asnjë telefonat e asnjë bisedë sa për një kafe nuk më kanë ofruar. Gjithsesi, edhe njëre dhe po e përfundoj temën, I përmenda të gjitha këto sepse disi e ndjeva për borç, t'ju them drejt, e ndjeva se me që fola për këtë Sudanin jugor, si paralajmërim për qeverinë e Kosovës, se se çfarë mund të ndodh, më shkojnë dërmend që ti përmendi edhe raste të tjera, të cilat unë I kam da me qeverit e Kosovës, duke I paralajmëruar, qoftë edhe për njohjet dhe çnjohjet, për sistemet politike të shteteve të ndryshme të botës, si duhet të ofrohen, si duhet të letërkëmbejnë, si duhet të presin, mbase, edhe çfarë duhet të flasin, më kanë pyetur disa herë qeveritarët e atëhershëm. Pra, paralajmërimet e tanishme, videot e tanishme, kur përmendin ndonjë rast tërthorazi si informacion, janë po të njëjtat dhe vazhdimsi e asaj që e kam bërë
edhe në 2 dekadat e kaluara. Me një ndryshim, tani po flas nëpërmes videove dhe kanalit tim në YouTube, e më parë kam folur nëpërmes një komunikimi shumë më intern, qoftë me email, qoftë me telefonata, apo nëpërmes vizitave dhe pritjeve që më janë bërë në përzyret institucionale të Kosovës. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje.